Mbrakull e kështu me radhë. Edhe fitova me 50-01 edhe ishte Thomaj Gëllçi kryeredaktori im. Edhe po dëgjonim lajmet atëherë kishte lajme vetëm në RTS. Edhe u dha buletini i KQZ-s në atë moment, edhe tash shikoj Thomajin edhe sytë e Thomajit, kështu që u kthy nga unë. Edhe shikoj të gjithë dyshim. Ta ti ke fituar. Një në mëngjes isha taku me Thomajin, erdha mëngjes nga Berati, isha i bërë copash. Kumba thëti. Edhe tha, po ty tha, pse s'të vran tha. Thomaj. I thash çfarë thuar? Tha po pse s'të vran tha, vetëm atëherë mund të fitonim ne. Tha po të kishim vrarë ty tha ne fitonim. Që tani kishin një kështu, fill pas kësaj ides të Thomajit që unë duhet isha vrarë në zgjedhje. Domethënë vjen rezultati i zgjedhjeve. E shikon, ore, çka ke bërë ti tha? Çka kam bënë? Ku di kush e bëri këtë? 50.01. Kam qenë isha stitur e gjithë më shikonin me dyshim pastaj mbas asaj gjëje. Sa vjeç ke qenë atë? 23? Sa i ri. Besoj 23 vjeç, 24 vjeç, nuk e duhem mbaj mend tamam. Po tani egzageruar 83 më. Do thotë që kush e egzageruar? Po egzageruar. Sale. Po vazhdon ta teprosh. Se nuk the kështu që është egzageruar kur fitoi Trumpi, Sale. Votoi populli, fitoi Trumpi. I mori të gjitha. Qeveri, Kongres, Senat, pastaj nxori ca urdhra ekzekutiv, mori FBI, mori Trumpi është pro Berishës. Ore Sale. Ore do sillesh mirë ti apo?